Nga Mero Baze. Në të njëjtën ditë që Sali Berisha ka dorëzuar një letër në Sekretarinë e Asamblesë Politike të PPE, i njoftonte ata se duhet një mision faktmbledhës që të provojnë se Shqipëria është narkoshtet, komisionerja për zgjerimin Marta Kos ka folur për procesin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE dhe ka deklaruar se Shqipëria ka shanse reale të antarësohet në vitin 2029 nëse gjërat shkojnë kështu siç po ecin tani. Pra kemi njeriun më të rëndësishëm të Evropës që na premton se do na antarësojë në vitin 2029 në Bashkimin Evropian dhe ish njeriun më të rëndësishëm të Shqipërisë në 12 vite pushtet dhe pastaj në opozit që i kërkon Evropës të na shpall narkoshtet. Të gjithë ata që janë gati të revoltohen duhet të përmbahen. Nuk kemi të bëjmë ndonjë dëm real për Shqipërinë në shumë aspekte. Gjua ekstreme e Sali Berishës dhe çmenduria e tij janë si bekime edhe për defektet e Shqipërisë. Çdo europarlamentar apo deputet perëndimor ka një standard të vetin për vendin e tij që e ka standarde për të tjerët kur i gjykon. Një francez, fjala vjen, nuk dëgjon kurrë nga një polak që Polonia duhet izoluar, një gjerman nuk dëgjon kurrë nga një hungarez që Hungaria duhet shpallur diktaturë e kështu me radhë. Në këtë pikë, çdo politikan evropian ka plot arsye të mos besojë deri në fund entuziazmin e komisioneres për zgjerim Marta Kos apo spektaklet e Edi Ramës me liderët evropian, por ka një arsye që ata i bën më të ndjeshëm ndaj rrugës evropiane të Shqipërisë, dhe ai është Sali Berisha. Kur një politikan evropian dëgjon këtë gjuhë, të egërsi dhe urrejtje për vendin e tij nga një njerëz që ky vend e ka bërë president, kryeministër dhe lider opozite, kur dëgjon dhe shikon shfryrjet e tij primitive, urrëtitjen që i buron nga çdo qelizë e fytyrës dhe mbi gjitha degradimin mendor të tij, fillojnë dhe besojnë më shumë Marta Kos dhe Edi Ramën, edhe pse ndoshta nuk e meritojnë të besosh deri në fund. Kur shikojnë se kush është alternativa tjetër e këtij vendi, kur shohin se një humbës kronike i çdor edhe nga ankimi për humbjen, por thotë duhet humbas Shqipëria tani që humba unë, ata natyrisht që venditësohen më shumë se vetëm futja në Bashkimin Evropian e shpëton Shqipërinë nga politikan toksik që dështimet e tyre duan t'ia faturojnë Shqipërisë. Kështu që mos u egërsoni me Sali Berishën, nuk i bën dot ndonjë dëm real Shqipërisë, kundrazi, bën më të besueshme dhe më të nevojshme premtimet dhe aspiratat e këtij vendi për në Europë. Kur bëhet krahasimi mes dikujt që i vinë gjithë liderët evropianë në Tiranë e lavdërojnë Shqipërinë, dhe dikujt që ngrihet natën si i çmendur të shkojë ti dëshmoj Evropës se vendin e tij duhet ta pranojnë kurrë se është narkoshtet, e kupton më mirë se Sali Berisha është ilustrimi i arsyes pse duhet të bëhemi një vend evropian dhe jo të mbetemi në dorën e logjikës shpellare të tij. Do na bënte dëm sikur të ishte njeri normal dhe udhëheqës normal, si i çmendur dhe i lig, është thjesht halli i familjes së tij biologjike, të asaj politike. Të parët e kanë nxjerrë në rrugë për lek, të dytët e mbajnë në krye të vendit për rrogë. Kaq janë gjithë hallet e tyre, nuk kanë lidhje me hallet e Shqipërisë.